nuk jenë vetullat I kena mbutra. Që nuk është e vërtet. Se tash është pak po ofendim për ata që nuk I vetët. Edhe sot s'është ofendim heq, po personazhet publike ndikojnë në këto trende. Përveç që kena mbutra, s'po muj me shpreha fjalën tjetër se është ofendim pas. Jo, ofendimës jemi këtu. Shpat, sa ki shumë punë me personazhe publike. Sa ndikojnë personazhet publike në krijimin e këtyre trendeve të reja? Sidomos tek ne. Për më t'regu një shembull hiç më lart se para 2 ditë e pota me influencere e Londrës është kosovare londineze është ajo çika, komplet intervistë, domethënë ajo 2-3 herë më ka lutur që mos më përdor asnjë efekt, asnjë face-up as kur gjë. Domethënë vish le të marrin pak mësim çikat kosovare edhe pak prej çikave të huaja, se dha atje I shohin janë shumë fish më zhvilluar se na. Edhe atje I shohin botokse të këto sanët, po nuk ju bojnë për shtypje. Po, foli Gjuli për të thjeshtësinë atje që është. Edhe edhe domethënë ajo kërkoi tash 99.9% të intervistave të mia që kam bos me personazhe publike, s'di sa herë më ka shkruar personazhi Allah ile mos e qet, domethënë intervistën pa ja çis s'di sa efekte fytyrës. Pse domethënë do të më u kompleksu deri çat mos, sa më u tjetërsu. Okej. Kjo ka logjik, që po e thu. Ka logjik, jo ka logjik, çdo san që thash deri që tash. Ka logjik që vojzat janë materialiste, ka logjik që ka logjik. Gjenerata 2000 tutje, gjenerata 2000 tutje. 2001 tutje komplet. 90% vojzave janë materialiste, kërkojnë me umbojt për partnerit, edhe kjo s'ka diskutim. Janë fake, bëhen bukura, ma shumë bëhen bukura për me I po njerëz të tjerë në përshesh se so me I po burri vetë. Fatkeqësisht edhe kjo ekziston. Tani masanina jo tratia, jo tratë, jo laj doshur anina, po normal që të lënoj zemër, se ma sporti je dol aty në publik për më tregu tjerëve çfarë gjokse ki, çfarë vithe ki, apo për partnerin tonë. Shpat, djem të showbizit, me çfole për vajzat, e djem të showbizit? Djem të çka më thon për djem të showbizit? Pikërisht për temën që po folim. Thashun I kena motra ata djem të showbizit, që bojnë asi jo vetë vëlla jo tu. A janë shumë? Po e të qenë vetullat? Fatkeqësisht shumë. Edhe ti ku ke motra? Edhe janë do gazetar tamam showbizit në disa televizione të tjera. Jo, hajde këshire, dhe që gëmë pola. Motra kena? Pola. Qyri, kur njës I prejki, pas si gëmë prejkt. Po për shumë shuku joni ngusht që... Shuku joni përbashkë, më falë. Ja, tash më s'kalojnë në personat të tretë. Te që kisha ka I thu motra së na po ashtë? Jo në personat të tretë. Qka? Për me një amna, unë kom qevesh me amna. Jo kom qevesh me amna. Edhe një pikë shpati, tha që vajzat jo mbo materialiste. Pse po I lejojnë meshkujt të shfrytëzohen pra nga vajzat? Cili është qëllimi I tyre nëse... Ata që I lejojnë I zonë shumë për budol që të populli. Se qiftin tam, une, do më thonë, qiftin tam, mes disa vojzë, dhe më që kumë komuniku shumica e në konë materialiste, me një herja kumë bo u dhe amor. A përdin, në regull jemi. Ma interesant duket për shumë nëse mes beqar, se sa me u bo bashkë me një vojzë materialiste. Që besoj edhe Gjuli atë në tjetër që ka djemë, materialista. Edhe s'kofa jo qika, po kofa I prindi. Kofa I prindi të me thonë. Se s'kofa jo qika. Dhe anon e meshkujve gjithmonë nuk kanë hunting DNA. Që I bjen që mashkujt e kanë fat atë krenarin për me grua dhe atë kur ka qenë? Para erës së re. Para erës së re ka qenë. O zoj, tash jemi në vitin 2025. Po sa kushtojnë, ose deri sa mundën me shku vajzat djemë që vinë me këto çmime, a eskalojnë edhe në çmime për shembull me këto ndërhyrje? Sa është sot shtrejt në Kosovë për t'i bërë këto ndërhyrje? Ndërhyrjet janë sipas standardit. Sipas standardit Kosovës, çashtu shkojnë edhe... Cili është ky standardi I Kosovës? Nuk është shtrejt, Amir, se në këtë rast moshkulli pagun, kështu që nuk është shtrejt për vojzat me pagu. Nuk e pagun moshkulli, kështu që mos të... Se që kjo temë, mu po mdo këtë është temë, sinqerisht, as prind tanë, se unë I kam 2 prind shkollum, edhe mu po m'vjen keq që është ka diskutohet si temë, se unë e nanën e kom doktorisht, veç mos të bëni që ato që nuk jeni, a vëden? Nuk I kisha përmenë, sinqerisht, mirë po, nuk thash për këto, jo, kërë e edhe ma bëni i pytje. mos foni fake, jo për thot mendimin e vetë ta respektojmë. Po pse, a I ndolë, po besoj që falin namën shumicës të vajzave kosovare, shumicës vajzave, komplet stafi jonë, në punë jemi vajza. Atëherë pse I thotin një qikës që vjen me bo botox të ti, kur ti e vetë ki, I thua asoj, zamër mos bo botox. Kur ti vetë ke bo, pse I thu dikojna? Mos egzagjeron. Nuk e di që e thashë ta? Jo, e the për ma herë. Jo, po harrëni shumë shpejt që me Tha I thom një vajzës, nëse vjen mi bo 0.5, mos shko në ekstremitet se nuk tren mirë, është egzagjerume.
Që ajo ke qka do ashtë me thonë